për konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Një qasje e tillë është duke kriju pasoja për vendin tonë dhe se paralizimi i jetës institucionale politike nuk është gjë që i duhet tani Kosovës dhe pavarësisht pritjeve tona të vazhdueshme nuk ka reflektim nga opozita. Kurman. Ashtu si që kemi theksu, po, ne kemi diskutu atë që quhet plan, dhe në diskutimet tona lidhur me ato pika që ishin aty, kemi arrit një përfundim se ai propozim ka disa vështërsi të patekalueshme logjike për mi kuptu. E para, si mund të pres zotëri Abdigjiku që ne si lëvizje vetëvendosje mund të pajtohemi për një gjë kaq të madhe, për 15 gjëra kaq të mëdha, ndërkohë që nuk po kemi pajtueshmëri edhe për sanin më të vogël që është votimi i një komisioni për votim të fshehtë. Kjo është një absurditet i llojit vet. Pra, për gjëra më të vogla ne nuk mund të gjejmë pika të përbashkëta, ndërkohë që propozimi është që të bëhemi bashkë rreth 15 gjërave që janë të mëdha. E dyta, nuk e kuptojmë ne arsyen e propozimit të një lloj qeverie të unitetit. Zakonisht, me njohuritë tona, propozimet e tilla për qeveri të unitetit bëhen në situata të jashtëzakonshme, kur ka ndonjë rrezik të madh për vendin tonë e ai rrezik qoftë i jashtëm apo i brendshëm kërkon një veprim të tillë. Prandaj pyetja që shtrohet është kjo: ku peshe LDK-ja rrezikun e tillë në Kosovë? Nëse po e sheh rrezik Serbin, atëherë ne kemi një pyetje. Pse nuk mori pjesë LDK-ja në takimet konsultative që i bëri kryeministri Kurti? Dhe nëse rrezikun po e shohin nga brenda, pra nga vetëvendosja, atëherë pyetja që shtrohet është kjo: pse po e shohin qeverinë e unitetit me një lëvizje vetëvendosje brenda në të? Rrëdhëmisht këto pyetje, të cilat nuk kanë përgjigje, nuk po i kuptojmë ne, edhe konsideroj që ai plan nuk është serioz dhe se natyrisht se nuk do ta ketë miratimin tonë. Ta kemi parasysh edhe një herë një gjë që e kemi thonë vazhdimisht, që prej fillimit deri në këtë tentativën e SAT është sot, kur nuk ka qenë dhe nuk është problem emri i Albulena Agjiut, pavarësisht deklarimeve që i bëjnë opozita. LDK-ja thotë se nuk do ta voton asnjë propozim të lëvizjes vendosje, kurse PDK-ja thotë se jo, nuk do ta votojnë ndonjë emër të qeverisë Kurtit 2 apo gjëra të tilla. Qëllimi këtu është bllokimi dhe paralizimi i jetës institucionale dhe politike nga opozita. Për çfarë arsye ata e dinë, por se e vërteta është kjo që po e themi ne. Unë uroj që do të reflektojnë, për ndryshe po shkojmë drejt një situate ku nuk besoj që i komë në opozitës, edhe urna. Po. Po shumë të njëjtën procedurë që disa nga vazhdimet, po që në rastin e 28 është pa hapësire në të cilën potencialisht të shërimit me shfrytëzu për me bisedu qoftë me partit të tjera, qoftë me deputet individual, a një ndërkohë hapa për ndonjë bashkëpunim eventualisht në marrëveshje me ndonjë parti, apo thjesht një përshkundërmon për gjohë në çdo hapësirë në 28. Lëvizja vendosje është e bo tankuan përpjekjen për këtë që po thuni ju. Me bisedu edhe me shku drejt një zgjidhje që na qëtë për kësaj blokade. Me këdo, çdo ditë, edhe në koridor bisedojmë ne, edhe në sallë, edhe në këtë hapësirën ndërmjet 48 orëve që po thu ti, po si duket nuk ka ende ndonjë shpresë për reflektim. Po. Të pas parasysh me një farë forme shtellje dhe krejtë këtyre mundësive deri tash që janë prodhu,
cila konsideroni që mundet me qenë një opcion ose një mundësi tjetër ose e re për me u gjetë një gjetje. Kurse çështë pas parasysh që dhe ish kryetari i Kuvendit ka deklaruar që brenda 2 javëve pritet me pas lëvizja. Mundet të na tregos atë informacione për çfarë lëvizje konkrete mund të bëhet fjalë, edhe përveç juve si deputet që po duhet marrë 48 orë në bazë të një liste që është publikuar në media, një pjesë e madhe e deputetëve kanë angazhuar edhe asistent. A mundesh të na tregu grupi juaj parlamentar sa asistenti ka të angazhuar gjatë kësaj periudhe dhe çka saktësisht është puna, detyra, obligimi? Ne jemi në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese, fillimisht, që ka të bëjë me përcaktimin e procedurës së votimit. Edhe po besoj që me njëherë pas atij vendimi konsiderojmë që do të krijohen kushte shumë të përshtatshme për të dalë nga kjo situatë. Edhe ne me të vërtetë po shpresojmë që brenda këtyre 2 javëve do të ketë diçka. Zgjidhja vetme është votimi i emrit për cilën e propozon lëvizja vetëvendosje, është në të drejtën tonë të propozojmë emrat. Partitë opozitare e dinë këtë gjë, dhe se shumë shpejt do ta shohim që krejt kjo sog, krejt kjo zvarritje pa nevojshme ka qenë vetëm për me blloku e me dëmtu lëvizjen vetëvendosje, po këtu po dëmtohet Kosova. Edhe sa i përket çështjes asistentëve, me atë sa unë jam e informuar, kjo është përcaktuar në rregullorën e punës së Kuvendit, e cila është votuar në mandatin e kaluar, pra deputetëve ju është dhënë një mundësi e tillë, edhe krejt çka mund të them është ndoshta është më mirë me shku në administratë përmes qasjes dokumente zyrtare me pa kush sa kanë propozuar kush jo. Faleminderit. Po e shohim, do të thotë, mungesën e disa deputetëve, arsyet mund të jenë të ndryshme, unë nuk e di që dikush është në pushime, mund të ketë dikush ndonjë situatë të urgjencës, besoni ose jo, çdo 48 orë ndonjëherë për çdo edhe mund të jetë shumë e vështirë për t'ju përmbajtur si kohë, por se çka bëjmë apel është që jemi në krye të detyrës, mbrana mundësive që i kemi, edhe shpresojmë që kjo situatë të mos zgjasë më shumë, edhe të kalojmë në faza tjera, siç është votimi për qeverinë e Kosovës. Faleminderit shumë.